ke trau. Unë e di, unë vetë kom shku ke trau aty që kishe kamera gjona që mos rria në përcepat. Edhe më thanë, merdi telefonat nga i person, i përbashkët, e më tha, qa ke boti? Që thash, unë qa kom bo, isha ke puna. E tha, ke marrë filan vend 6.000 euro. Po i kom marrë, i thash, unë kujt, dhe ç'lidh ty? Tha, dorëzoj ato lekë se për ndryshe ti do futesh në burg, do dalësh në media, ti janë vendos policët civil mrapa. Po sa lekë ishe marrë ti në të vërtet? Priti minutësh. 6.000 euro kisha marrë. Tani fillon tema që hyn temë. Si tani, unë zëre se jam punoj si policisë, unë zëre se jam shefi krimeve. Je du fol me shefin e krimeve. Ti, djali, si i more lekët dhe sa lek more nga këto 6.000 euro? 1.200 euro, ka marrë tjera ti kam dorëzu në Durrës. Për çfarë i more këto 1.200 euro ti? Ato mi dha e kështu. Si, për çfarë arsye ti dha? A kupton? Për çfarë arsye ti dha? Si gjasma unë po të ndihmoj ty edhe nesër pasesë do t'i kthej. Çdo kush mund t'jap lek, për shembull kam persona. Si më borxh, nuk bien dëshmia, është shumë dëshmi, nuk. Borxh, është dëshmi që s'ka themel ashtu. Po, nesër pas nesër në formë borxhi i thash, unë me qenë se ti do me i dhon nesër pas nesër ti jap prapë, po qeni shumë e madhe. Nuk është shumë e besueshme kjo vaj, me thënë vërtetën, më rrëpshpi. Shumë, se jo me shpesh nuk besoj vaj. Jo me fakte, janë me fakte gjithë mesazhe, biseda që unë s'kom qenë djeli. Dakord, po kjo nuk është shumë bindse vaj, me të bindë. Tani me dal ty një shok më thonë, a do t'i jap një 2.000 euro ose 5.000 euro, s'di pranosh ti? Po i pranoj më vaj, i pranoj edhe unë matë mendimin hajtë se si kom bo kur gjë. Ti kur ja more lekët ti tipit që t'la 6.000 euro shi, nuk fole ti me atë, nuk bone më atë. Nuk si nifja. Po mima, nuk e pyte ti, po qapoj, vlaj. Po serdi aj, kishe qu korrierin aj, a kupton, kishe qu korrierin. Po mima korrierin ati, vlaj, dhe unë jam korrier si puna jote. Po, mi bon dokumenta si pasit. E ke kruajtur vetë bërse. Tani, gabimi me bonë, se shkoj mora pa të disë qa lekë. Po da këtë të pyte pak dhe luksin, a e ka larë ndo njerë sektorin? Sektorin... Jo më se pas ke dhoma po. Ke dhoma po, kemi pastru, çdo ditë pastroni, e kishe me radhë, po. Sigur pastrojmë ke shtëpia, do pastrojmë edhe atje, ça? Bravo. Pastërtia është gjysma e besimit, po majtë veten tate edhe ambientin pastër ko që jeton. Kozak të pyte pak Deluks, a je tip që dashuroj shpejt? Jo dha shkollaj. S'preferoj shumë, se shumicat janë për interes, aman. A nuk je tip që dashurohesh o ti? Dashurohem, po jo dha shkollaj. Nuk dashurohesh shkollaj, vaj, që dashurohesh shumë të dalë. Nuk jam shumë mos, nuk besoj kollaj. A ke në i shumë në i gozë që e thret për qefsh? Po kam e shu, kam, nuk është s'kam. Rëp të ke, s'ka mundësi më da. Po si s'ka më qa, unë s'jam... Ka mundësi më rëp, që duke dhe pa besushëm së të i tani. Unë s'jam fshatar, vesh fshatari, këshu rinë male nuk del. Unë nëse ke fshatar që të tajmë pitën për atë punë. Vetëm rri shpi këtu, gjitha kushet i kam qa. Duke dhe pa besushme më rëp shpi. Ashtu duke ty, po... Kozak thot, kam një mesazh për Deluksi. Deluks, a je tip që prishe shpejt me njerëzit? Me njerëzit? Në shkuptim me the. O vla, që mërzitesh me Miletin o shok? Jo, nuk mërzitem kollaj, herë duroj dhe më thonë, nuk ose prishem kollaj me njerëzit. Në rast se ka një arsyet fort, po. Dakord. Kozak, të pyte pak Deluks. Po. A është e vërtet që je një aktor? Aktor tani me dokumenta nuk jam, sepse ne atëm pësëndjetet sociale, do më thonë, edhe në Turqi ku kam shku, kam qënë si figuran, por roli, do më thonë që... Për qëfar, tani, si prezentohesh më daku, prezentohë jërë?
Unë më shumë si influencer, personazh Po na u prezanto pra kush je, ç'a ke bë, ç'a jep. Nuk futem tek aktorët, kështu që janë që përmenim këta shqiptarë ose aktorët me diploma me gjona, se duhet ke unë jam me 90 klasë, në radhë parë duhet marrë të mesme, Biçe o çuna tani ngjo këtu. Thena të vërtetën, për te shakave, për te gjonave kështu. Deluxe Dagu është pjellësomer. Edhe, shiko, si unë, si ti ose tjerit, aktrojmë direkt në mënyrë kështu në rrjete sociale pa skenar. Këtë kam qefun, mos me bo skenar e gjona. Bravo. Spontane, si të vinë. A di me aktru, pa shkok familjes, që o jërë qofim, si aktroj, rëpte e motra, pa të keshër. Shiko, nuk mund të aktroj vetë. Si nuk mund të i aktor, o të shok, nuk mund të aktroj. Ti mbash aktor për aktorin. Jam aktorin. Po të shohër ca video, kur je 2 ose 3 veta, aktron, sepse vinë në apisën. Të lutem shumë, jo, nuk ka lidhja. Një që është aktron. Tani, a ka mundësi zoti Deluxe që të qosh dhe të aktrosh, dhe mes po tena në i gjës, me tokën duas. Aktrimi nuk bohet tek. A kupton, aktrimi nuk bohet tek. Por e do të nimoj unë, qëke? Po s'ke si nimon, se nuk bohet tek aktrimi. Po bishe, ti e aktor, 1 minutë se po pikët cigaren sa t'ullim të marrë nokjen, prita lej cigaren fare, 1 minutë. Aktrimi tek orë sigur me folë me vetën tate, sepse nuk ke reagime nga pala tjetër, se si do reagojnë. Në gjokë të tani. Po. Shqipe që thot njoni, Kozak thot thuj të Deluxit, që aktor leshi e ti thot ku nuk di të bësh një aktrim të vogël. Mire kanë. Ka, aktrimi vetëm nuk bëhet, a thash. Po bisha, qoma bëj një aktrim. E ke pa për shemull me shikun e Durrësit kur bëmi barë se si aktrojnë bëjmë video. O vla im, 1 minutë shof, o njerëz, a kam drejt, o vla, a ka mundësi të shohesh dhe të bësh vetëm një aktrim, o vla, si aktor që je, pëse ke kaq turp më burë? Pëse ke siklet më vla, ti aktor o bisha, nuk e di bisha, ti isha unë aktor, në motër, o me rëpë shpije, që të thënë, o vla, ti o bish, drejt ke e thënë, për drejt kam një moj o kos, për e një moj unë burë se ka turp më burë. Nuk është është ti vetëm aktor që njoh unë, një nga aktorët që njoh unë, që ka turp, ky është. Nuk është që turpi, por... Po ti me Florin, me këto Dionisin ke aktru, pëse po... Qa aktrim me dha dërku, ata si ishën për aktrim? O vla, mirë, qo njerë, bëjmë një bashkë, bisetim bashkë, në formë aktrimi. Po ja ku po e bëjmë, bane. Po jo, du t'jesh në kamë, bishe, du t'jesh tamam, qa, kate. O bisha, qo, vish kostumin, me rëpë shpije dhe hajde, të vdekshin e rëpë, qo. A të vesh kostumin? Vish kostumin, pra, nuk du me t'pak shumë, du me t'pa merja të të spirt në dorë, hajde, vishe, pash kish lashi qo vishe qatë kostumin. Po të rritë vesh dhe jerë kostumin. Kam vla, pash kishin e lashi qo, atë kishin vlaj. Bo. Është aktori lezeqen, po vesh i kostumin ki ju tha tapën. Marrë dhe jerë pre. A është e vërtet të të njoni që i rrugulloje krevatin Osmanit, po më vllai? Po ku ka pas krevat ke Osmani më në pra to, që jenë? Shtash e vesh kostumin bisha. Qive logo. Have jerë, pas ka bë logon me rëpë shpije. Qa thuar, të vdekshin në rëpë, ta pas ka bë Deluxe. Po bë qeftikatën, vaj, do të marrë qeftikatën për të. Po do marrë dhe bëjt në këshu, registrim kontar dhe më bëjt kontar, sa të dalë. Bravo, vaj, bravo për zotin, bravo. Qa aktrimi më thjesht me qënë se te kostum, se nuk bëhet aktrimi tek, a kupton? Vish kostumin, vla, o quna me rëpë shi, po vesh i kostumin, jam të qëru i kokër mollë shtash. Po vesh i kostumin ky, është keq situatar. Po qa ke bo ma, Kozak? Po ishe, pishe. Kur dhe njësë është lojen, giveaway? Nese. Shumë një. Besh, më dhe uta. A vesh e kostumin, vla? Ja.
O vlla, pse s'u futet ajo, it's my home alla atëherë më rrap shtëpi. Po sa buke it's my home unë. Do kisha bë bujm tek familja. Po nuk më intereson it's my home më çfarë. Me nejt mu aty regjim pa telefon pa gjuhë, sri do të një sekund pa telefon, jo më... Ku e lash më, që përqe? Nuk rrje pa telefon në për këto E emision. dhe që kostumin në quna, më rrë shpia. Po sa të shko ky kostumi më vlaj, më vdekshin rap. Jo, ka dhe më të bukur, po unë zitohë kur e mora. Shkon dhe me flok të shkurtra, po i resi e qojmë qa modeli do bëj. Jo, mos i prej flokët valla, bëj gjatë flokët e shok. Po dhe i resi edhe ca flokët. Ja, ty e ke lezetin të flokët e shokëm. Kur dal do shikoj të bëj një model. Po se jemi Dubai. Po vje se jemi qojnë në kom. Ose më kam fut këtë aktorin. Ja, shpërbim. Rregull. Rrugulloj flokët. Për më me të kësho, po. Nese. Vaj, Po, ku të një aktrin tani? po qa aktrimi të bëjë tani? Nuk bëhe të kozak. Tek nuk mund të aktrosh. Ku i kom lënë të spikën. Unazën e qukurit, se kujtja pash një orit në dorë, ma kishin marrë. A futesh me Sametin? Ma qatë do sa... Për ma të klejen, futesh? Jo, më po sy live, më unë rrallë, që ja tani u Se bërë. më vaj, bosh ka që para gjukus më, ti do... Jo, nuk është, po nuk futem live, dhe, ta kupta, nuk futem Ja ta vetë. marrim dhe klejen, thirrni klejen, kërko kozaku. Ta kupta, nuk futem vete, më mirë, mua më vjen aty. O Deluxe, në gjoj minut, tani, unë sot kam ftu unë sot deri në orën 2-3 du të rish këtu. Unë do ftoj dhe 2 njerëz të tjerë, në emision, që të bëhet pak emisioni më i lezetshëm apo mos. Po, thjerdi, shiko, unë nuk kam problem për ata, se unë s'bëj parë gjykime, mas kënd. Bravo. Thjesht, unë nuk ri live, nuk mua më Mund të vjen më vi, natishëm. o vlla, mund të vi edhe Kiçja, ka mundësi. Po le të vi se ki me kiqën në konfonë, nuk ose s'ka mua bet. Edhe, Kiçja do me ardhë. O vlla, po, e bën do të vlla ta emitosh atë, këtë. Ylli Limanin. Po jam, si jam këngëtar, më qa. Tani... Siz hepiniz Eşref Tek. To shqisht është i mirë kjo çuna. E ke pa Eşref Rüya? Eşref Rüya e di? Kush është? Një serial turk, po bën namin ashtu. Çatuar. Por, po ndiqe shumë edhe nga shqiptarët, edhe kom bëshku atje. Më shumë i famshëm më çuna Deluxi në Turqi, më rëp shtëpia. Po, ke turqit nuk ose njihem, ja, për shembull bona i video sot në Turqi, që replay nuk het, sepse se nga që jem çu TikToku ti bën viral veç në Shqip. O çuna. O shumë i famshëm më rëp shtëpia në Turqi ky djali. Do marrim Klean, erdhi Klea. Edhe ky është djali i mirë, një vxesën. Kë?